Nëse je e bukur dhe dukesh bukur, me siguri se i ki përngjatë kujt në shtëpi, nënës, babait, gjyshes, apo ndonjëherë edhe kojshiut. Materialin që ndoj djekim tani ka të bëjë me disa prej nënave të këngëtarëve tona, të cilat pavarësisht viteve po duken shumë bukur, e ndonjëherë edhe në konkurrencë me të bijat. I shohim bashkë tani. Të bukura, seksi, ekstravagante dhe me stil, janë këto disa prej femrave të estradës. Kjo bukurie e feminitet ka një prejardhje. Gjenet e tyre janë sigurisht të trashëguara nga paraardhësit. Përveç se shumica prej tyre janë në menaxhimin e nënave, gjithë kjo lejohet kur kanë marrë edhe tiparet e tyre. Në sy bie menjëherë e bukura dhe gara për fizik të përkryer, jo vetëm mes artisteve, por tashmë ka filluar të ndihet edhe mes ditës së gjakut, pra nën e bi. Derisa kemi folur gjithnjë për to, këtë herë ju kemi sjell seksi nënat e këngëtarëve tona. Suzana Tahir Sylaj, nëna Nora e Strefit, mjaft tërheqëse për moshën e saj, po mbahet ende e freskët. Të jetosh me 3 vajza, trendin do e mos duhet ta përcjellësh me rrymë. Suzana, përveç që ka përcjellur bukurinë tek vajzat, ajo ju ka dhuruar edhe zërin e këngëtareje. Me të njëjtin emër kemi edhe fotografen Suzana Mushkolaj, të cilën një herë kemi parë duke shoqëruar të bijën e saj Argentina Ramosaj. Ndoshta një prej këngëtarëve ose një prej nënave që duket shumë mirë, edhe të njëjtën kohë freskia e saj nuk ta janë përshtypjen asnjëherë që është e sforcuar, ajo shumë natyrshëm duket mirë. Suzana Mushkolaj edhe vetë artiste, do më tonë e ditë çka është arti, po definitivisht ka krijuar art edhe vetë vetën, e kemi pa që ka arrit me gjatë kohës me mbajt peshën, e kemi pa trupin e saj që duket gjithmonë në formë, po çka më ka lënë më shumë me përshtypje është teni i saj. Argentina lirisht mund të dali me nënën e saj edhe të ndjejë konkurrencën. Shpeshherë sytet e pranishme njëherë kalojnë në Suzanën e më pas tek Argentina. Mbasi Suzana Mushkolaj edhe konsiderohet si nëna më seksi e estradës shqiptare. Për të qenë vetë aktive dhe Albëria Dëgjoanaj nuk garon me moshatarët e saja. Ajo konkurrencë të drejt për drejt ka bijën e saj Angelinën. Nëse nuk jeni në deni, këto 3 gra në formë kanë diçka të përbashkët. Ato kanë prejardhjen nga Deçani. Në qoftë se keni menduar që vetëm Peja ka femrat e bukura, atëherë keni gabim. Deçani na befason në moshë, por lista nuk mbaron vetëm me këto. Tendenca për me u duke re, shpesh ka paraqit si një këngëtare që tenton me u duke re e nuk duket e re. Më ka rënë, sidomos në një spot që ka pas në bashkëpunim me Dom Pizhin, super e sforcume dukej stili i saj. E po, Genta Ismaili nuk ka shumë kohë që nënën e saj prezantoi para publikut me anë të rrjeteve sociale. E kur këto foto pushtuan median, dolën edhe fjalët se Genta duhet të ketë kujdes më të shtuar për veten, pasi që fjalën e urtë popullore, më e mirë nana se bija, ja bashkangjetën teksteve. Kur flasim për nënën e Genta Ismaili, definitivisht Genta Ismaili nuk vret edhe aq shumë afër nënës saj, po e them në atë kuptimin që ka arrit me mbajt atë shpirtin rinor dhe ndoshta pse ka filluar më kyç shumë kohëve të fundit në internet dhe në Instagram duke postu fotografi, po arri me vërtet edhe stilin e saj i cili zë ditë më shumë për triot. Nëse Genta mri më duk si nëna e vet në moshën e nënës vet, atëre kishte më konsideru sukses, pavarësisht se nëna e Gentës nuk është e përfshirë në botën e show biznesit. Sexy señorita, I feel your aura, jump out at the remote, getting my flag and saucer. Vera Saatqiu, e cila tash një kohë jeton në Londër, nuk po i ndahet të bijës, Rita Orës. Gjithmonë pasaj, duke shoqëruar feminiteti i një zone së bashku me elegancën, të cilat bashkë bëjnë imazhin e Vera Saatqiut. Vera Saatqiu, apo si që njohim nëna Rita Orës, është shumë cool. Shumë cool, kur e pas fotografitë e saj, gjestet që i bën, stilin që e ka, definitivisht vret tendenca që e ka për me qenë cool dhe trendi gjatë në kohës. Kështu që ajo, fjala definicioni cool i takon Vera Saatqiut. Të qenit e pranishme në media, patjetër se imponon edhe dukjen. Mirë po mos harroni, gjithë ky përkushtim të dukeni në formë kushton.
Fitness. Regjimi i ushqimit, fjetja e gjatë, kujdesi për vetveten është një investim që shpaguhet, sepse në fund të fundit kush nuk do të kishte dëshirë të ketë një seksi mama sikur këto, apo ndoshta do ishte edhe rrezikshme. Sidoqoftë, ne i duam dhe besojmë shumë që edhe vajzat e tyre krenohen me to.